Shumë jem kujtohet kur ambasadori i Amerikës reagon thotë edhe gjykata kushtetuese do ta njeh. Ndodh 2016 që gjykata kushtetuese e pranon pozitive ankesën e Savajanisit, kindse Komuna e Deçanit apo instancat gjyqësore nuk po e zbatojnë vendimin e 2012-s. Në Bruksel, Ministri i Punëve të Jashtme Bërvalla çon notën verbale që e pranon për zbatim vendimit, ndërsa një ditë mbrapa, do thotë, kryeministri Kurti autorizon ose urdhëron Agjencinë Kadastrale që ta bën bartjen. Adem Lushaj, drejtor i organizatës qytetare shoqata intelektualëve të pavarur me Selinë Deçan. Deklarimi që e boni Nena Rashis, ministër, për Radio Groshdevcin dhe që morën përmas atash edhe media të tjera, e shpërfaqë më së miri prapavijat politike që ka ndodhur për rastin e pronave të dy ndërmarrjeve publike në Deçan, Apikos dhe Iliria. Do thotë po pranohet apo po konfirmohet ajo që qytetarët e Deçanit gjithmonë e kanë quajtur si vendim politik dhe i dëmshëm për banorët e Deçanit. Pra, deklarimi i ministrit Rashis, edhe pse mundohen të forma tjera ta komentojnë në forma tjera, për ne edhe ne po themi e shpërfaqin lojën e ndytur politike kundër interesave të qytetarëve të Deçanit që ka të bëjmë me pronat publike, pra to i në zhvillu vazhdimisht si prapaskenash politike sa i përket pronave të ndërmarrjeve publike të Deçanit. Problematika kryesore si ka filluar është vendimi i qeverisë së Milshevicit të vitit 1997 për faljen e ngastrave të cilat kanë qenë pronë e ndërmarrjes hoteliere Iliria dhe ndërmarrjes për përpunimin e mjaltit Apiko. Ato jo ndërru manastirit e Deçanit pra me një vendim të qeverisë së Serbisë të vitit 1997. Problematika vazhdoi edhe pas luftës. Edhe pse UNMIK pa nxjerr një vendim që gjitha vendimet diskriminuese të binë poshtë, kur ishte në pyetje manastiri i Deçanit, aty anashkalun. Edhe u ndolin pa ndikimi politik i manastirit të Deçanit dhe UNMIK të institucionet tona. Në vitin 2000, Kushneri e nxjerr një udhëzim administrativ ku thotë se manastiri i Deçanit lirohet nga juridiksioni lokal, regional dhe qendror. Do thotë si ka unë një farforme bjen se ajo është çka dush vetë shtet. Problematika ndodhi pastaj, vazhdoi problematika pasi gjykata e Deçanit me gjyqtarin Haki Bale e nxjerr vendim që pronat e dy ndërmarrjeve që ne ka marrë manastiri me vendim të qeverisë Serbisë t'i kthehen ndërmarrjeve. Mirë po kjo ngjalli pak nasi të Bashkia Ndërkombëtare dhe UNMIK-u hyn lojë përmes habitatit dhe e merr landën nga gjykata e Deçanit, duke krijuar një dhomë të posaçme për këto raste, me arsyetimin këtë se do në raste privatizimit që ka konteste, ta shërton dhoma posaçme. Enkas, kjo dhomë o krijuar vetëm për pronat e dy ndërmarrjeve publike të Deçanit, do thotë Apikos dhe Ilirisë. Komuna e Deçanit e kishte paditur, faktikisht ndërmarrjet, paditë manastirin për marrjen e pronave. Dhe Komunën e Deçanit instancat gjyqësore e përjashtojnë, duke thonë se ju nuk keni palë dhe për pronat e ndërmarrjeve shoqërore përgjigjet UNMIK-u përmes habitatit. Do thotë i gjun, i çet prej loje. Dhe kompetencat i merr komplet UNMIK-u edhe pas shpalljes së pavarësisë, sepse kompetencat e habitatit apo ajo si ka qenë mirëqenjes OKM-ja, i bartën Agjencisë së Privatizimit. Mirë po qëtë rast e nalë për veti. Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit. Do të e nalë për veti. Dhe përfaqësues ligjor i dy ndërmarrjeve bëhet Ernst Shopke, zyrtari ligjor i UNMIK-ut. Në seancën e 2009-s, me 19 maj 2009, arrihet një marrëveshje e re mes UNMIK-ut, që e përfaqëson të Ernst Shopke, dhe manastirit e Deçanit që e përfaqëson të Savajanisit dhe një avokat nga Serbia. Dhe arrin atë marrëveshje. Palën e Deçanit, do të zyrtarët e Deçanit i përjashtojnë
Vetëm i thonë se nëse keni diçka përmes ankesa o para shtresave që ka. Reagimi që kur u mor lajmi për marrëveshjen mbi faljen, avokati publik i Deçanit, Dukazin Povataj, me autorizim të kryetarit të komunës në atë kohë, Rasim Selmani, bën ankesë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Mirë po, që dija ma madhe, do se me 2012, në dhjetor 2012, kolegji i specializum, i dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, njeh marrëveshjen mbi faljen. Do thotë se jam një që Manastiri i Deçanit të bëhet pronar i atyre pronave. Ne reagum, formum këshillin kundërshtues, shoqëria civile, bartëse dhe subjektet politike të Deçanit. Rastin e kemi hequr edhe në parlament, e kemi hequr edhe në qeveri, në ambasada, do të përmes protestave, tërezave e tjera. Po ishte presioni i madh i ambasadorëve, sidomos i Shteteve Mike, siç është i Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe i Britanisë së Madhe. Bile në prill të 2013, dy ambasadorë takuan kryetarin e komunës, edhe unë isha si përfaqësues i subjekteve politike dhe kishim një kundërshti nga sekretari nuk pranonte faljen, duke kërkuar që nëse nevojitet më falë, të i falën komunës së Deçanit se ka nevojë, jo monastirit, dhe thotë që duhet ta çojmë lëndën përmes procesit gjyqësor apo deri në instancat më të fundit të gjyqësisë. Shumë më kujtohet kur ambasadori i Amerikës reagon thotë edhe gjykata kushtetuese do ta njeh. Do thotë, ndërsa ndodh 2016 që gjykata kushtetuese e pranon pozitive ankesën e Savajanisit, kindse Komuna e Deçanit apo instancat gjyqësore nuk po e zbatojnë vendimin e 2012-s. Gjë që anëtarët e gjykatës kushtetuese pas Bekim Sejdeut e pranojnë kërkesën e Savajanisit si pozitive, duke thënë se është rast i kryem ose rast judikata, se gjykata kushtetuese nuk merr vendime dhe pranohet vendimi i gjykatës supreme. Ne patëm bë ankesa. Shkalla 2 në këtë në gjykim, po ndërhin masat e përkohshme dhe presioni vazhdon i Bashkisë Ndërkombëtare pas vendimit të gjykatës kushtetuese me 20 maj. Do të thonë 2016, vazhdon presioni për zbatim. Edhe pse presion kem pas edhe përpara. Edhe kur ka qenë kryetari Selmoni, edhe kur ka qenë kryetari Berisha, edhe kryetari Selmoni prap Rasimi, edhe Ramose, do të kem pas presion vazhdimisht. Mirë po, zyrtarët e komunës, kryetari i komunës, pa më parasysh në periudhë, nuk kanë pranuar se to prona të bartën në emër të Monastirit të Deçanit. Vazhdimisht kem pas presione, derisa në vitin 2024 me arsyetimin se nuk do të pranojë në Këshillin e Evropës pa zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese apo i gjykatës supreme, që prona të bartën në emër të Monastirit, sepse sondimi i ligjit po dështon. Kështu që në vitin 2024, sakt me 12 mars, në Bruxelles, Ministri i Punëve të Jashtme Gërvalla çon notën verbale që e pranon për zbatim vendimit, ndërsa një ditë mbrapa, do thotë, kryeministri Kurti autorizon ose urdhëron Agjencinë Kadastrale që ta bën bartjen. Shpesh gjuhen fjalën në adresë të komunës së Deçanit. Jo, ka marrë vendim. Asambleja Komunale e Deçanit, ekzekutivi i Deçanit, në vazhdimsi kanë marrë edhe takime dhe kanë kundërshtuar vendimin gjyqësor, por kanë shprehur edhe interes për ato prona. Do thonë kanë qenë përfaqësues gjitha subjekteve politike po dhe shoqërisë civile. Do thotë, to nuk ka kur bëj se nuk ka qenë pronare Komuna e Deçanit. Pronare ka qenë UNMIK-u, AKP-ja, po në këtë rast komplet UNMIK-u. Edhe përfaqësimi o bo i tyne dy ndërmarrje përveç avokatit Teki Bokshi. Se avokat tjerë nuk na kanë pranuar me marrë përgjegjësinë e mbrojtjes së këtyre lëndëve. Komentet e 2016-s nuk qëndrojnë sepse Komuna e Deçanit prapë s'ka qenë palë, nuk ka qenë e ftuar. Nëse kanë dërguar ndonjë shkresë në adresë komunës, le ta kallëzojnë ku ja kanë ndërzuar. Avokati ja kanë ndërzuar me vonesë. Do thotë Komuna e Deçanit komplet ka qenë e përjashtuar. Nuk ka pas autorizim Komuna e Deçanit me fal toka që janë pranë shtetit.
vetëm shteti, në këtë rast, unë miku ka buktohen, edhe procedura është dhe këtu ku jemi. Pra, pa themi praptojnë këtë vendime politike, jenë të dëmshme për zhvillimin e decionit, jenë vendime që jenë kundërshtu vazhdimisht nga qytetarët e decionit. Edhe vetë deklarimet e fundit shpërfaqin çka ka rëzi prapa skene për zbatimin e vendimit për faljen të natës 7 së 2009. Ky është realiteti.